listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Hey mami, e di se çfarë do të bëjmë unë kur të rritem? Jo, nuk e kam iden, Milo. Pa ma thuaj. E po unë dua të bëhem gjumë i mirë shumë. Oh, sa mendim i këndshëm. Po, do të mund të ndihmoja të gjithë fëmijët që të bënin një Është ide e mirë, Milo, por gjumë e mirë shumë ekziston vetëm nëpër libra. O, vërtet? Sa keqe më vjen. Po të jetë kështu, unë do të bëhem spektator. Një spektator? Milo, duhet të vendosësh se çfarë do të bësh kur të rritesh, por zemra ime spektator nuk është një punë e vërtet. Sa keq. O, e gjeta. Dua të bëhem një aktor i vërtet. Atëherë zotëri, do të ndeshkohesh sepse më fyeve. E po kjo do t'ishte e mrekullueshme. E di, duhet të jetë shumë e vështirë të bësh një aktor. Patjetër, mund të jetë shumë e vështirë, por nëse vërtet dëshiron të bësh aktor dhe je i talentuar, mund të arrish atë që do. Hajde me mua, shkojmë të shikojmë në dollapin ku mbaj kostumet e teatrit. Po! Shikoj këtë. Duke shumë qesharak. Po mirë, po kjo maska si të duket? Ti ngjan me një mami karrot. Oh, shiko këtu, mami. Çfarë është kjo? Oh, ti dukesh i mrekullueshëm. Me atë kapele dukesh tamam si një kërpull. Por unë nuk dua të jem kërpull, dua të jem princ, ose një luftëtar. Duhet të dish një gjë, Milo. Nëse do të bëhesh aktor, duhet të luash lloje të ndryshme personazhesh. Po, por unë përsëri dukem qesharak me këtë veshje si kërpull. Unë nuk mendoj ashtu. Është zbavitse të shndrohesh në diçka tjetër. Shiko. Si thua, Milo? E shikon? Nuk duhet të vi keq sikur të qeshje sa do pak me veten tënde. Unë e di kush je ti. Ti je përbindxhi. Ke plotësisht të drejtë dhe më pëlqejnë shumë kërpullat. Oh, jo, mos më ha mua. Tani nuk më bën dot gjë. Unë do të bëj një gosti të madhe. Jo, të lutem se ti përbindesh, mos më ha. Përshëndetje, jam në shtëpi. Hey, është giganti. Ato që ke veshur mos janë këpucë sportive? Po, me sa duket. Atëherë më largo që këtu, përndryshe përbindxhi do të më haj. Të lumt, Milo, ti ishe një kërpull dhe shkëlqyer. Vërtet e ke? E bëra bukur? Ishe i shkëlqyer, zemër, të lumt. Faleminderit. E po, çfarë talenti. Mbase kur të rritesh, do të bëhesh aktor i vërtet. Sigurisht që unë do të bëhem.
each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Përshëndetje fëmijë. Përshëndetje, mami. Ç'kemi, Vanessa? Kush fitoi? Fitova 5 gur me Lizën. Oh, vërtet? Oh! Jepini lëvizni more budallënj. Oh! Ai shoferi është I pa edukuar. Mami tim nuk I pëlqen fare kur njerëzit përdorin fjalë të këqija. Ajo nuk ka dëshirë të dëgjoj fare ato. Kjo është normale. Por ndonjëherë unë mendoj se është vërtet zbavitse të përdorësh fjalë të tilla. Po mami jot, të lë ty? Jo. Por sidoqoftë, unë nuk përdor fjalë vërtet të këqija dhe asnjëherë përpara të mëdhenjve. Oh, wow! Hajdeni, shkojmë fëmijë. Faleminderit shumë. Si thoni për biskota me qumësht, do t'ju pëlqente? Po! Mami, a mund të luajmë në kopësht? Në rregull, por mos u vononi për të ngrënë, ë? Unë jam më shpejt se ty. Ej, ngadal, Milo. Ngadal, Milo. Unë pothuajse rruzova. Hajde, mund të ikësh tani. Budalla. Judita, mami s'doshin e të flasin fjalë të pista. Unë thjesht po bëja shaka. Prapti! Eja, tani mos u zemëro. Është vetëm një fjalë e keqe e E vogël. çfarë pastaj? E po mirë, atëherë nuk do ta përsëris më. Të premtoj, Milo. Eja brenda, më ka marrë uria. Oh, dreq! Oh, mami! Oh, Ti the një fjalë të keqe? Apo jo? jo, doja të thoja që po. Më falni për këtë fëmijë. Por mami, ti më the se nuk duhet ti përdorim asnjëherë ato fjalë. Ke të drejtë. Dhe përsëri nuk dua që ti përdorësh ato. Mirë, atëherë, pse thej që... Shh. Unë e di shumë mirë se çfarë thash. Por pritë të shpjegoj diçka. Thënia e një fjale të keqe kur je vetëm mund t'i ndodh kujdo, por nuk është një gjë e mirë. Dhe akoma më keq kur aty ndodhet dikush. e drejt. Kështu pra, ju nuk duhet të përdorni fjalë të këqija në asnjë rast. Mendoj se asnjëherë nuk duhet ja themi një njeriu tjetër. Apo e kam E gabim? drejt, sepse në të kundërt, fjalët janë një fyerje dhe mund të lëndojnë ndjenjat e dikujt. Do me thënë, mami, po të mos kisha ardhur këtu. Unë asnjëherë nuk do ta merja vesh që ti përdore fjalë të këqija kur je vetëm. Po, është e vërtet, por do t'jem më e kujdesshme, të premtoj për këtë. Ndërsa ju të dy nuk do të thoni fjalë të këqija, dakord? Po!
you know Milo, the friendly little bunny? Milo, Milo, do you know Milo? He's clever and he's funny. He and his friends are nice to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Dhe treni I vogël u ngjit lart në kodër nga lokomotiva dilte shumë tym, sepse u deshën shumë përpjekje për të shtyrë makinat. Ndjehesh mirë? Jo, nuk po ndihem mirë fare. Thuaj mësueses atëherë. Milo dhe Judita, mjaft pëshpëritët ju lutem. Milo nuk ndihet shumë mirë. Çfarë ke, Milo? Milo? Po bën Gigi! S'ka gjë, Milo. Hajde të shkojmë tek doktoresha. Linde xhaketën time tek mesi. Kështu askush nuk do të shikojë. Dëgjoni të gjithë. Judita do të jetë përgjegjëse për klasën sa të çojë Milon tek doktoresha. Sigurisht që duhet të qëndroni urt. Po të lënë në kujdesin e zonjës Roza. Milo në rregull? Po, në rregull. Shihemi së shpejti. Eja, Milo, mund të filloj me ndërrimin e rrobave. Jam e sigurt që pas kësaj do të ndihesh mirë. Akoma ndihesh keq, Milo? Jo, zonja Roza. Më dukesh pak I trishtuar. Mos vallë ke frikë se shokët e tu do të tallen me ty? Unë nuk dua të kthehem përsëri në klasë. Gjëra të tilla të vogla mund të ndodhin gjithkujt I dashur. Shokët e tu të klasës s'kan arsye të tallen me ty. Jam e sigurt që ata të presin me padurim të dinë se si ndihesh. Vërtet e ke? Sigurisht. Është pushimi I madh. Shko dhe ju thuaj që je mirë. Nuk e di. Po shkoj tani zonja Roza. Faleminderit. Më bëhen qefi shumë që ndjehesh më mirë. Nuk dihem. Dua të shkoj në shtëpi tani. Ej! Pantallonat e tua janë shumë qesharake, e di? Po të paralajmëroj, Roger. Bën mirë të mos tallesh me mua sot. Por... Fëmijë, pushimi mbaroi. Çfarë duke pikturuar? Kopë është plot me lule. Shiko tani edhe një qen. E shikon? Qeni po bën çiçin. Sa e zgjuar. Do të ma hedhësh mua apo çfarë? Milo. Përse e bëre këtë? Ai mendon se ne të gjithë po tallemi me të për shkak të asaj që ndodhi. Po, është e vërtet. Jo, nuk është ashtu. Qetësi ju të dy. Milo, përse mendon se ata po tallen me ty? Unë e di pse. Një herë unë vëlla në shkollë dhe kisha frikë se të gjithë nuk do më flisnin. Dhe, a u tallën shokët me ty, Roger? Jo! Ne nuk jemi butadhenj. Ne nuk do t'ja bënim këtë shokut. Skape! Mund të luaj me ju? Më vjen vërtet keq për atë që ndodhi. Isha I sigurt se gjithë do të talleshin me mua, dhe nuk u tregova I drejt. Je I falur.